Tetori vjen me surpriza, këto janë 3 shenjat më me fat të horoskopit Luani. Tetori do t'i sjellë luanëve shumë mundësi për zhvillim, si në planin personal, ashtu edhe në profesional. Aftësitë udhëheqëse do t'jenë në fokus, duke ndihmuar të përballojnë sfidat me shumë sukses. Në aspektin financiar priten të ardhurat papritura dhe marrëveshje fitim prurse që mund të bëhen baza për suksese të mëtejshme. Mbështetja nga personat papritur do të jetë një tjetër faktor pozitiv, por fati do t'i buzëqesh vetëm atyre që janë gati të veprojnë. Shigjetari, për shigjetarët tetori sjell frymëzim, zhvillim të brendshëm dhe njohje të reja. Kureshtja do t'i ndihmojë të zbulojnë projekte të reja dhe mundësi të reja që do t'i çojnë drejt rritjes personale. Udhëtimet, mësimi dhe aktivitetet krijuese do të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa lajme të mira pritet të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Astrologët rekomandojnë që shigjetarët ta shfrytëzojnë sa më shumë këtë periudhë të favorshme. Bricjapi, tetori sjell stabilitet dhe vetbesim edhe për bricjapët. Përpjekjet e mëparshme do të fillojnë t'japin fytyrë qoftë në karrierë apo dhe në marrëdhënie personale. Vendimet financiare do të jenë të suksesshme, sidomos nëse merren me kujdes dhe qëndrueshmëri. Ky muaj është gjithashtu i përshtatshëm për të forcuar marrëdhëniet me njerëz të rëndësishëm në jetën e tyre.